Përshëndetje të gjithëve, sot do të realizojmë petullat të fshira, një nga recetat e mia të preferuara. Produktet që na duhen është një kokërvez, një filxhan me ujë, një gotë e madhe me qumësh, por unë kam hedhur tek ai tasi, dhe një lugë çaj krip. Do t'i trazojmë mirë dhe do të fillojmë me mielin. Unë gjithsej kam përdorur një gotë e gjys miell. Pra i kam hedhur gradualisht duke i përzirë dhe duke i hedhur mielin. Nuk e kam filmuar pjesën tjetër, por ja ku është një brum konstant dhe nuk duhet i trash, por duhet kështu i holl. Pra pak më i holl se brumi i krepave. Dhe fillojmë me skuqjen e petullave. Në një tigan i hedhim pak fare vaj, shumë pak, dhe fillojmë me skuqjen e petullave. Nuk duhet i skuqim shumë, pasi do pishen edhe në furrë, dhe kështu do të fillojmë me radhë. Mua më kanë dalë gjithsej 11 petulla. Varet dhe se sa persona jeni dhe se sa të madhe e doni petullat. Dhe tani vjen momenti im i preferuar, mbushjen. Unë mbushjen e bëj gjithmonë me djathë lope dhe me gjalp të freskët, duket dhe nga struktura e gjalpit që është i freskët, i bërë vetë në shtëpi. Si fillim, lyejm pak tepsin, që do t'i hedhim petullat dhe do të marrim një nga një, duke i hedhur djathë lope. Djathin i hidhni sipas preferencës suaj. Mua nga që nuk më pëlqen shumë, i hedh pak. Dhe gjithashtu vendosim një pite. Si për çdo piteje, duhet i hedhim gjalpin. Gjalpin e freskët, siç u thash. Dhe kështu do të bëjmë me të gjitha deri në fund. Dhe ja ku e kemi gati për ta prerë dhe për ta futur në furrë. Me që jemi 4 persona, e preva në 4 pjesë. Furra duhet të jetë e para ngrohur dhe duhet ta lini për 10 ose 15 minuta. Dhe ja tek e kemi, dalin super të mira dhe super të shijshme. Faleminderit.